Le të lexojmë së pari shkrimin. Tani ai u foli akoma bishepujve të vet si ishte një njeri i pasur që kishte një administrator, këtë e pa ditën se po isha për derdhte pasurinë e tij. Atëherë ai thirrri dhe i tha: "Ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Më jep llogari për atë që ke administruar, sepse ti nuk mund të jesh më administratori." Dhe administratori tha me vet: "Ç'të bëj unë? Tani që zotëria im po ma heq administrimin, të gërmoj se bëj dot, dhe të lyp më vjen turp. E di ç'do bëj që njerëzit më pranojnë shtëpinë e tyre kur të hiqem nga administrimi." I thirri atëherë një nga një ata që i detyroheshin zotërisë së tij dhe i tha të parit: "Sa i detyrohesh zotërisë tim?" Ai u përgjigj 100 bate vaj. Kjo 100 bate vaj ishte vaj ulliri, dhe ishte për afërsisht 3000 litra, 3028 litra vaj në kohën e sotme. Më thënë, shumë. Edhe atëherë i tha: "Merre deftesën tënde, ulu dhe shkruaj. Shpejt, 50, do të thënë, ke 3000 litra borxh, po ta llogarisim me kështu në një sa lek mund të vej, vetë 15 milion lek, haj, 5000 lek litër. 3000 herë 5. 3000 herë 5000. Shiko, shkruaj shpejt, 50. Pastaj tha një tjetër: "Po ti sa i detyrohesh?" Ai u përgjigj 100 kore grua. Atëherë ai tha: "Merre deftesën tënde dhe shkruaj 80. Zotëria e lavdëroi administratorin e pandershëm se kishte vepruar me mençuri, sepse bijtë e kësaj bote në brezin e tyre janë më të mençur se bijtë e dritës. Unë pra, po ju them, bëjeni mish me pasuritë të padrejtë, sepse kur këto do t'ju mungojnë, t'ju pranojnë në banesat e përjetshme. Kush është besnik në të vogla, është besnik edhe në të mëdha. Dhe kush është i padrejtë në të vogla, është i padrejtë edhe në të mëdha. Pra në qoftë se ju nuk keni qenë besnik në pasuritë e padrejta, kush do t'ju besoj pasuritë e vërteta? Dhe në qoftë se nuk keni qenë besnik në pasurinë e tjetrit, kush do t'ju jap tuajën? Asnjë shërbëtor nuk mund të shërbejë dy zotërinjve, sepse ose do të urrej njërin e tjetrin do ta doj, ose do të lidhet me njërin dhe tjetrin do ta përbuz. Ju nuk mund të shërbeni Perëndis dhe Mamon. Te ky pasazh është goxha i vështirë në fakt, sepse po ta lexojmë, ndërsa lexojmë me vëmendje, shikojmë diçka interesante që vlen për tu përmendur, se shumë njerëz mendojnë që dale Jezusi pikërisht me vargun 8. Jezusi po bie dakord Jezusi me me çfarë ai bëri, veprimtarinë e administratorit të keq pra. Dhe zotëria thotë lavdëroi administratorin e padrejtë se kishte vepruar me mençuri. Thotë sepse bijtë e kësaj bote në brezin e tyre janë më të mençur se bijtë e dritës. Shikoni çfarë bëri në fillim ky zotëria. I mori lekët, punoi si i deshi shefi, edhe në momenti që zotëria i vet, pra ishte një administrator, edhe në momenti që zotëria i vet e thirrri dhe tha: "Ore, çfarë janë këto fjalë që po dëgjoj? Po më jepi çik llogari mua me të gjitha ato gjëra që unë kam dhënë në administrim." Por vini re çfarë bëri ai në fillim? Vargu 3, dhe administratori tha me vete: "Ç'do të bëj unë sepse Zoti im po ma heq administrimin?" Në momentin që zotëria e thirri dhe i tha: "Më jep llogari", ai e dinte shumë mirë se çfarë do të ndodhte, cili do të ishte hapi tjetër. Nuk kishte nevojë që ai t'i thoshte: "Je i pushuar nga puna", ai e dinte. Çfarë bëri? Ja përgjysmoi të parë. Kishte 3000 litra vaj, i tha: "Shkruaj 1500, ke për të kthyer, nuk ke 3000." Disa komentar vinë në konkluzionin që ai thjesht ka ulur interesin e vet, që do të merr. Po dhe edhe po ta mendosh, interesi që ai do të merrte ka qenë super i lartë. Llogaritë, si ti japësh, kesh borxh 15 milion lek, edhe në një moment të përgjysmohet. Edhe ky tjetri që kishte grur për të kthyer, në moment i kthehet, i ulet 20%. I thirri atëherë një nga te vargu 5 pra, këtë që sapo tham, dhe ja uli vajin. E thirri dhe atë tjetrin, tha shkruaj 80. Vini re zotëria e lavdëroi. E kuptove ato që do ikshte në punë, apo të paktën të sigurove vetën.
Por vargu 3, pjesë e fundit e vargu 3 i thot sa interesante që është. Nuk do të s'maman punosh. Po dhe jam shumë krenar se më vjen turp që të dalet lyp, sepse i gjitha ai reputacion, gjitha ato që ai kishte ngritur me shoqërinë, me punën që ai kishte bërë, do të thënë që kishte treguar që ishte një njeri i pasur dhe s'kishte nevojë. Por në këto momente i erdhi fundi. E tha, e di çfarë do. Kjo është ajo interesantja me gjithë ne, që në momenti që ne bekohemi me të mira materiale, neve mendojmë që do të jemi përgjithmonë. Edhe shumë njerëz mendojnë që janë të pazëvendësueshëm në punët e tyre. Por le të shikojmë tek ky mësim ka shumë gjëra që ne mund të mësojmë, por ka të paktën unë arrita që të nxjerr 4 gjëra që ne nuk duhet i bëjmë. E para, që është shumë e rëndësishme, kur ne jemi në administrim, edhe ne do të shikojmë dhe anën tonë shpirtërore. Neve na është dhënë, jemi të bekuar nga Perëndia me të mira materiale. E para, mos e shpërdoro para. Mos e shpërdoro bekimet e tua, burimet e tua. Për shembull, ne mund të mos jemi vetë në gjendje që të zgjidhim një hall apo një problem, por ne mund të kemi dhe njerëz dhe miq që mund të na ndihmojnë në zgjidhjen e problemit. Si do ju duket që kishte më me vlerë ose më me vend? Kur do kishit një problem shëndetësor dhe do të shkonit i kërkonit ndihmë atij që kishte mundësi t'ju jepte nga ana monetare, apo do të shkonit të kërkonit para, pra dikujt për t'ju ndihmuar, për të ndërruar, le të themi, makinën, ose për të rregulluar shtëpinë? Kush do të ishte më me vend? Kush do të ishte zgjuar që ta përdornim këtë, le të themi, këtë lloj burimi? Sigurisht që do të ishte e zgjuar që ne të kërkonim për një hall të tillë, pra shëndetësor, sepse ajo është çështje jeta vdekje. E dyta është mos bjerë në dashuri me paran apo të jesh për paran. Në fakt ky rurleku i ka bën njerëzit që të mendojnë nga mëngjesi deri në darkë. Edhe jo vetëm kaq, por edhe në gjumë shikojnë ëndra me para, si ti bëjnë, si ti shpenzojnë, pra zë një pjesë shumë të madhe të jetës së gjithë secilit prej nesh. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të jemi administrator të mirë të ardhurave tonë, por ne nuk duhet që të lejojmë pasurinë të bëhet zoti i jetës sonë, sepse neve e dimë që Perëndia është Zoti. E treta, mos të vendosim shpresa tek paraja, mos të kemi siguri. Fjalët e urta, kapitulli 23 vargu 5 na thot: a do t'i fiksosh sytë e tu mbi atë që po zhduket, sepse pasuria është me siguri do të verë flet ose krah si një shqiponjë që fluturon drejt qiellit. Ashtu siç erdhën, ashtu edhe ikin. Askush nuk i gëzon për jetë. Por ne kemi bekimin, mundësinë, të themi, që Perëndia na ka bekuar. Ne nuk duhet vendosim në asnjë moment shpresa, mos bazohemi tek ajo. Shpesh shumë njerëz për shkak të ardhurave që kanë, për shkak të pasurisë që ata kanë, bëhen dhe arrogant, edhe largohen nga Perëndia, largohen nga shoqëria. Një nga problemet që të jetë shumë njerëz bëhen edhe jo të gjithë, por disa bëhen edhe tip skeptiku, që i shikojnë gjërat me skepticizëm të tillë që çdo njeri që i afrohet atij, ky s'merdi kështu mua. Për çfarë po tregohet i mirë ky me mua tani? Mos do në lek? Dhe e katërta është që mos prit të gjesh kënaqësinë tek paraja. Sepse është diçka që do të largohet, nuk do të jetë më në dorën tënde. Edhe kënaqësia është atë që njerëzit e kërkojnë tek paraja, tek pasuria, asnjëherë nuk e kanë gjetur. Edhe ne siç e dimë, të paktën disa nga studimet që edhe po të kërkosh në internet, shkalla e vetvrasjes është e lartë tek njerëzit që kanë pasuri, tek njerëzit që kanë të ardhurat të mira. Edhe si vdesin, duke kërkuar këtë lloj, le të themi, këtë lloj vetë kënaqësie, vetë plotësie, e kalojnë me mbidoza, e kalojnë me alkoolra dhe me drogra të ndryshme. Ka dhe nga ata që kalojnë, domethënë duke vetvrarë, sepse çdo gjë është e kotë.
Ashtu dhe predikuesit thot te kapitulli 5 vargu 10. Kapitulli 5 vargu 10 na thot: kush është i dhënë pas paras nuk ngopet kurrë me para. Dhe kush dëshiron pasuritë nxjerr përfitim prej tyre, edhe kjo është kotësi. Pra është kotësi edhe ata që i kanë arritur këta, vetëm këtë lloj pasurie, le të themi, këtë lloj të ardhurat, shpesh herë gjenden prej këtij lloji dileme. Nuk e di para 5-6 muajsh, le të themi te këto që ishin dy nga këta djemtë këtyre mbretërve arab, sheik të mëdhenj, ishin tek mosha 30 vjeçare, ata kaluan të dy pra vdiqën. Edhe të dy u gjetën të vrarë në mënyrë, edhe hipotezat ishin që ata u vetë vrarë. Hipotezat më të fortë. Gjithashtu kemi edhe 5 gjëra që ne nxjerrim nga ky mësim, është që duhet i bëjmë ose t'i kemi parasysh në jetën tonë. Çdo bekim që kemi i përket Perëndisë. Pra Perëndia është që i takon lavdia, çdo punë, çdo arritje jona duhet të jetë duke i dhënë Zotit lavdi. E dyta është Perëndia, duhet të kemi edhe në mendje që Perëndia po na përdor ose po na teston bekimet që neve kemi. Shpesh herë kemi, nëse mbani mend atë shëmbulltyrën që Jezusi tregon me talentet, dikujt i dha 5, dikujt i dha 3, 2 edhe 1. Edhe ai që kishte 1, çfarë bëri nga frika mori e groposi. Dhe në momentin që ai ja dha zotërisë vet, atit ja u mor sepse ai nuk e vuri në punë që ta shumë fishonte. Edhe një nga përdorimet që neve mësojmë duke filluar që tek vargu 9, paraja është një vegël për të përdorur për qëllimet e Zotit. Tek vargu 9, Jezusi thot pikërisht të gjë, çfarë thot? Dhe unë po ju them, bëjeni miqt për vete me mamonin e padrejtë, që kur të keni mungesë, t'ju pranojnë në banesat e përjetshme. Çfarë do të thotë kjo? Ne duhet përdorim burimet këqija që të sjellim njerëzit në Zotin, apo dhe vetë të shpëtohemi? Ajo çfarë Jezusi po përpiqet të thotë është në fakt që ai dëshiron që paratë tona, të ardhurat tona, ne t'i shpenzojmë në mënyrë të zgjuar, duke bërë miq që të na dëgjojnë fjalën e tij, që të ndajmë ungjillin, që ata mund të shpëtohen, edhe ne mund të pranohemi në mbretërinë. Pra, edhe vargu 4 pikërisht me këtë që edhe pika e 4 që ne mësojmë, pra, ne mund të përdorim talentet tona për të çuar pra njerëzit tek Zoti. Kjo është ajo, sepse në fund të fundit, në fund të ditës, në fund të jetës sonë, edhe çdo person që është munduar, është lodhur, e ka arritur pasurinë, thotë, mundohesh, lodhesh, shko. Edhe një nga, le të themi, keqardhjet që njerëzit thonë gjithmonë, është që unë nuk kam ditur të jetoj, ta shijoja jetë. Edhe nëse ne do të mund ta mësonim se si të jetonim jetën tonë, do të ishte fillimi i jetës. Edhe është një thënie e tillë që thotë, ti mund të jesh sado vjeç, por në momentin që ti ke mësuar se si të jetosh, atëherë ti ke lindur. Në momentin pra që ti ke mësuar se si të jetosh, se si ta shijosh jetën, atëherë ti ke lindur. Nuk e lindur kur ke lindur. Edhe ajo që është më e rëndësishme që ne duhet ja kujtojmë vetes tonë është një ditë ne do t'japim llogari përpara Zotit. Vargu 2 më thotë, ç'është kjo që po dëgjoj për ty? Jep llogari për administrimin tënd. Sepse ti nuk mund të jesh më administrator. Në momentin e fundit, kur ne të vim përpara Perëndisë, Perëndia do të na kërkojë edhe do të kërkojë llogari, dhe do të thotë, çfarë ke bërë ti me bekimet që unë kam dhënë? Çfarë ke bërë ti me të gjitha? Neve shpesh herë mendojmë që këto janë durët e mia, kjo është koka ime, ky është trupi im, por është nga Perëndia. Dhe ne duhet të dimë dhe të kuptojmë gjithashtu që kur neve kemi punuar, ne themi e kam arritur këtë në punët e mia, por në fakt janë durët e Zotit që ta bërë atë që ti mund të bësh. Ndaj, ndërsa vim dhe kemi pikërisht këto gjëra në mendje, duhet gjithashtu të kuptojmë sepse gjithsecilin prej nesh do të vi një ditë dhe do t'japi llogari përpara Perëndisë. Kto që lexojmë dhe vargun tek Romakët 14 vargun 12. Po të shikojmë dhe vargun 11 në fakt na thotë, sepse shkruar, roj unë thot Zoti, se çdo gjuhë
do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do të përlëvdojë Perëndin. Kështu pra, secili nga ne do të jap llogari Perëndis për veten e në momentin kur ne të vim përpara Perëndis. Pra çdo bekimi jon, çdo burimi jon, çdo e ardhur e jon, çdo fitimi jon, Perëndia do të thotë çfarë bëret. Ne duhet të kemi kujdes me këtë që mos të hyjmë, mos të hyjmë në koma shpirtërore dhe mos mbihemi shpirtërisht, të bëhemi të pandijshëm për veprat e botës. Por ne duhet qëndrojmë gjithmonë ore. Ashtu siç trupi ynë fizik reagon ndaj disa ushqimeve ose disa erarave ose të dim që krijon alergji. Trupi po mundohet ta luftojë, ta sulmojë, ta largojë. Ashtu duhet të jemi dhe ne me veten tonë, të largojmë këto gjëra. Të jemi gjithashtu administrator të mirë të bekimeve që Zoti na ka dhënë, të ardhurave që Zoti na ka dhënë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush.